Deputetja nga radha televizies vetëvendosje Shqipe Selimi ishte një ndër emrat që u përmend nga lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, si kandidate e pranuar për postin e kryeparlamentares. Pas dështimit të seancës së dieshme, Haradinaj tha se po të propozojë Shqipe Selimi apo Saranda Bogujevci për kryeparlamentare, partia që ai përfaqëson do t'i votonte pa më dyshje. Por Shqipe Selimi tha për mediat në Kosovë se secili antar që VV e propozon për cilin do post e pranon dhe e kryen me nder se cilën detyrë dhe se kjo është e drejtë vetëm e partisë së cilës ajo i përket. Më tej ajo thot se AAK-ja ka të drejtë të bëjë propozime, por jo në këtë rast. Sipas Selimit, vetëm vetëvendosja ka të drejtë ta bëjë propozimin për kryeparlamentare, gjë të cilën tashmë e ka bërë. Selimi thot se partitë opozitare se kanë këtë të drejtë dhe se atyre u mbetet vetëm të votojnë pro, kundër apo të abstenojnë. Ne në politikë jemi për shkak se i përkasim një subjekti politik, partisë vetëvendosje, e vetëvendosje cilin do antar që e propozon për cilin do post, ne i pranojmë dhe e kryejmë me nder se cilën detyrë, por këtë propozimin e AK-s normalisht që kanë të drejtë të propozojnë, por jo në këtë rast, sepse në këtë rast i bjen që vetëvendosje ta ketë propozimin për kryeparlamentar. Ne e kemi propozuar dhe tashmë e kemi propozimin dhe atë e mbështesim. Kjo është. Atyre u mbetet vetëm të votojnë për, kundër apo abstenim, siç e përkufizon edhe kushtetuta, tha ajo.